Kam pasur një femëri shumë të vështirë, duhet ta them realisht, që më ka bërë të rritëm para kohe. Mirë po, mendoj se pikrisht ajo pjesë më ka bërë sot personi që jam në këtë formë, këtu ku jam. Nuk ka qenë e lehtë, ka qenë një rrugtim shumë i vështirë, duke thy tabu, bariera, stereotipe. Unë vi nga i vend dhe e di se si funksionon dhe sa e vështirë është një femër deportoje për sukses, sepse femra tjetë tek ne, fatkeqësisht më vjen keq, nuk kuptohet dhe nuk vlerësohet. Edhe, por, ato paragjykime i kam thy unë duke besu tek vetja dhe duke punu shumë, që sot të më kthehet me një monedhë tjetër. Në çfarë ke ndjerë më shumë ti këtë përjashtim, distancim? Në shkollë ndjesh, në marketë ndjesh, në rrugë ndjesh, në institucione ndjesh, në drejtën personale ndjesh. Gjithkund ne që vina prej atij vendi e kena tash nuk është çaq që theksuar, po është prapë. Edhe pse duhet të ekzistojë. Po, le të kthehemi viteve kur kam qenë unë për shembull për të ndërtu një gjimnaziste në shkollë fillore ka qenë shumë e vështirë, sepse gishtin të drejtojshin pa arsye. Dhe kjo besoj është një gjë që të lodh me kalimin e kohës. Lodh, se duhet punosh dy fishin pa arsye. Ti duhet punosh dy fishin për t'u tregu se ti mund shkollohesh, a pse? Kur mundesh atë energjinë tjetër ta shfrytëzosh për diçka tjetër edhe me qenë më mirë dikun tjetër.